problemet ekonomike nuk shndroj vetëm për tek sakrifica, por problemet ekonomike vinë ndoshta edhe nga pastaj sa të rënd e ke psikologjesht. Po, anën psiqike, po, pra ata nëse edhe qysh mund është me përballu, ndoshta si person. Vështira është nëse ban me prek këtë pjesën, anën psikologjike, ke pastaj kjo ndikon drejt për drejt në psikologjinë e njerëzve. Do të thënë mos normal pjesa e gjumit është e para që kam i prek këtë pjesë, edhe ka shumë sfida. Unë deshta me lidh pak më përpara, unë një familje që i kam ndihmu në anën e bamirësisë. Ama kur kam shku me ndihmu është të tmerrshme. Ka familje që ndoshta i ka pas 2-3 fëmijë që janë me probleme të shëndetit mendor, edhe ishte bën dhe djali 4 në problem të shëndetit mendor për shkak të ekonomisë. Domethënë aty fajsimi, turpi, izolimi social për shkak se koishit shoqëria dhe njerëzit kanë edhe unë nuk kam. Edhe djali kishte arrit deri aty se kishte nevojë ndoshta mu shtrudhen psikiatrie. Edhe përdoret një shprehje. Kishte prek djalin, kishte prek drejt për drejt gjendja ekonomike e familjes. Kriza ekonomike shkakton krizë morale. Kjo është në literaturën më të avancuar bashkëkohore, kështu që edhe me po, edhe i karakteri egoja se po, e prek.